Ka drejt ylle që thotë pyetja kryesore është pse Amerikanët nuk po bëjnë qeveri në Kosovë. Dhe për këtë pyetje për këtë gjë, si me thonë, na nuk po mujnë me ditë a është kjo mirë apo keq për Albin Kurtin. Fakti që nuk ka angazhim të Amerikanëve, të cilët janë motori kyç për ndërtimin e qeverisë, është për mendimin tem dy opcione. Njëri opcioni të cilët mundet me qenë me i besueshëm është që, si me thonë, s'kan interes me ndërtu një qeveri me numrat që janë aktual. Pra një qeveri e cila udhëheqet nga vetëvendosje dhe ka kryeministër Albin Kurti. Kjo është një. Ose e dyta, s'kam problem me këtë punë, po pëllojnë klasën politike të Kosovës me u marrë vetë dhe mja gjetë njën kësaj pune. Tashti, në qëfëse nëse ju kujtohet, se me Grenillin Albin Kurti u barë mik, mas ju bo kryeministër, 2021. Nuk u barë mik para se u bo kryeministër. Ne dim që ka pasor 2 herë Grenell në Kosovë dhe dorë ka pasor ngër me Albin Kurti dhe me Hashim Thaqin dhe është angazhu për krijimin e qeverisë mes LDK-s dhe PDK-s. është angazhu vetë, direkt. Tani janare anej, ja ka nismi prishka pak e sopet, me disa qëndrime të reja televizit zëndosje. Pra ka pasor dhe Amerikanët e patën pranu Albin Kurti për me qenë kryeministër. Dhe nuk kam pas kur që kunder, te dikun ka janare i 2020-ës, jo 2021-ës, i 2020-ës. Pra, na nuk përshohim këtë punë, sot. Na nuk përshohim që zëvendës ambasadori a Shteteve Bashkuara të Amerikës po e takon liderin e vetëvendosjes. Ose edhe po i thot, bënë qeverinë se për te e përpresin. Veç Donika po thot ndrysh. Ha? Donika po thot ndrysh. Unë e bish po folit qka kemi po, takimet më shëfta nëse kanë ndodhë, por gjitha tjetër, unë nuk përshok këtë punë. Unë e këthejna prap, do vite për mas. Mos angazhimi kur kanë dosht e kanë bo qeverinë, e kujtojt qeveria PDK-LDK, e patën bo. E patën bo, dikur e patën morë vetë në dorë, atë punë dhe patën bo. Ma herës kanë mujtë me morë në dorë, sepse u konë qështja lëndan gjykatë kushtetuse. Nuk kam pos fillimisht problem nëse bota e qeveria e lanit në atë ko. Mi po kure kam po që po bot, ja kanë një mu kësa qeverisë me bo. Por ja kanë një mu fitusit zgjedhjeve për me bo qeverineri. Sot, fitusit zgjedhje Shtetet e Bashkuara të Amerikës me aktivitet, me faktin që po rrinë heshtërat. Heshtër nuk të pakten nuk po janë një moj. E kjo tash, a o mira keq, le të gjykon se cili. Unë mendoj që kjo është pak ma keq për Albin Kurtin, se sa që kështë dashtaj me qenë. Unë mendoj. Tash, ta tjertë, jënë të bo përpjekje. Nashta, Amerikanë të të punu me najkon. Tjetër, po që jënë të hi direkt. Po unë kom dhe informata të cilat nuk e di sa në besushme, po që javë në ashtë mundet me pos në e takimi prap të prezidentja. Edhe që mundet me pos najtë tentim të njënit për shteteve mike që ka heqë dorë më nga një qeveri kështu, po me bo një qeveri të përkoshme të Kosovës, i cila e kishë konstitu ko vendin, i kishë votu ato marveshet me Bashkimin Evropian, edhe e kishë përcaktu një datë zgjedhjeve. Një qeveri ku potencialisht nuk ka mundhesh në asë një për liderve, po mundet me qenë potencialisht e preferuar një grua si kryeministre. Pra, ka me pos kësi përpjekje, ka zyrtar nismës që pjo thënë mes me të mitë gazetar që të mërkurën kryet kjo punë. Pra, zedhet botë kryetari kuvendit e tje. Pra, loja është... Qësh kryet? Zedhet kryetari kuvendit, kryetari tani, që aty kretë është, realisht është qeveria. Kryetari të në, apo... Po i të me onë e përvesej që shpesojnë ata, se për Arbolina nuk thëjnë ata e krymë, dhe ato kur dojnë e kanë mujtë asët me kry, për shembull, pas dosh, si shkon shumë problem. E tash, pro, ambasadori Gjerman ke veçanisht jashpër, që ditërisht dhe ke veçanisht jashpër ndaj qeverisë aktuale, po ndaj Kurtit ke jashpër. Pra aj përshet që aj po bën problem në ndërtimin e qeverisë që aj me ndonë që do të më bo. Dhe këto nuk janë për mendimin tim, nga pozicioni i kryetarit lëvizjes vetëvendosje, unë këto nuk i kisha po si sinjalet mira. Nuk i kisha po si sinjalet mira.